Përshëndetje nga sofra shqiptare, me ju do ndaj recetën e ruska sallatës, një sallatë shumë e shijshme dimrore, e cila do të na shoqërojë gjatë gjithë stinës së dimrit, pa konservues, e thjeshtë për përgatitje, përgatitet me perime të ndryshme sipas qefit tuaj. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, pra na duhen perime të ndryshme. Këtu kam një lule lakër, dikon rreth 550 gram, 600 gram me domate jeshile, 400 gram me karrota, cilave ju kam largu lëvorën, 500 gram kastraveca të vegjël, 350 gram speca të kuq dhe gjysmë lakra dikon rreth 700 gram. Ju mund të dyfishoni 3 fishoni masa në varet se sa doni që të përgatitni. Perimet i kam larë mirë dhe karrotave ju kam largu lëvorën. Tash fillojmë që të bëjmë coptimin. Fillimisht do filloj me kastravecat. I coptoj kështu në forma rrethore, jo shumë të holla, mesatarisht të trasha. Në këtë mënyrë bëj coptimin e gjithë kastravecave. I kaloj në një tepsi. Kam coptuar kastravecat në këtë mënyrë, tash marr dhe karrotat i coptoj në forma rrethore, kështu në një trashësi të njëjtë sikur se kastravecat. Në këtë mënyrë bëj coptimin e gjithë karrotave. Kalojmë kështu tek tepsia dhe i lajmë të ndara të gjithë perimet një nga një. Në mënyrë të njëjtë vazhdojmë atje. Kam coptu karrotat, tash marr domatet. Në domatet jeshile do i coptoj. Mund t'i coptoni në katrore, në forma gjysmë harku. Unë do i prej kështu në gjysmë harku, më e bukur do del ruska sallata. Shumë mirë rreth kur të bëhet përzierja, nëse i prejmë domatet në këtë mënyrë. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë atje me gjitha. Specave ju largojnë bishtat dhe farat dhe i prejmë kështu në forma zjata. Që t'i prejmë në forma katrore dalin më mirë në këtë mënyrë. Nëse prejmë kështu në fillim në forma zjata. Tash në katrore. Shumë bukur, do rritë të shia. Në këtë mënyrë kam coptu të 3 specat. Tash lakrën e prejmë në copsat mëdhaja. Jo të vogla, nuk ka nevojë. Kështu të mëdhaja, sepse zbutet, nëse prejmë në copsat vogla, herë do zbut volumi, nuk do bërehet në sallatë. Lule lakrën e coptojmë në copsa, kështu, nga pjesa e poshtme, ja largojmë këtë pjesën e fortë. Dhe kjo pothuajse coptohet tash vetë, vetëm se pak. Bëjmë copsa më të vogla. Kështu, në këtë mënyrë, mjaftueshëm do jetë masia. Kjo masi është mjaftueshme. Pasi kam bërë coptimin e perimeve, marr një enë të thellë, e cila patjetër duhet të jetë me kapak, dhe filloj që t'i hedhi të gjithë perimet e coptuara. Mirëpo nga të gjitha, për çdo rend shtroj nga pak. Në këtë mënyrë do bëhet dhe përzierja.
Shtoj pak speca, domate, kastraveca, karrota, lule lakër, dhe në këtë mënyrë e përsëris, kështu gjeri sa t'i hargjojnë të gjitha. Më pas nuk do kena nevojë që t'i përzim fare. Kështu direkt t'i përzim. Vërtet është shumë e shishme kjo turshi, pa konzervues, e shëndetshme. Na shoqëron gjatë gjithë dimrit, sidomos me gatime shkon shumë. Unë e pëlqej shumë me gatime këtë turshi. Këtë mënyrë mbushim gjithë enën. Kam bërë coptimin e gjithë perimeve, tash përgatis lëngun e turshis, marr një tenxhere dhe në të shtoj një gotë, cilën nuk e kam mbushur plot, është dikun 2 gisht, jo e mbushur, gota është 200 ml me sheqer. Një gotë, një të njëjtë, ashtu 200 ml, jo të mbushur plot me krep. 180 ml me vaj, një paketim me biber të zi në tokë, dhe 500 ml me utëll të bardhë, utëll ushqimore. Përzi masën dhe në temperaturë mesatare do e zi deri në momentin që fillon të vlojë, duke e përzier kështu vazhdimisht. Masa ka filluar që të vlojë, tash është gati të largohet nga zjarri. Lëngu është gati, tash ja shtojna masës. Lëngu patjetër duhet të jetë vali nxehtë. Kështu e kalojna të tërin. Dhe enën e mbulojna me kapak dhe e lojna në një ambient të freskët për 24 orë. Nuk guxon asesi që ambienti dhomës të jetë i nxehtë, për ndryshe e lojmë në frigorifer tek flladhi. Gjatë kohës që do të qëndroj, e do i bje volumi gjithë perimeve dhe masa do zvoglohet. Pas 24 orëve, ruska sallata është gati të kalohet në për kavanosa. Mirëpo, në fillim përsëri do bëj përzierjen. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, të shishme. Përzim edhe një herë, dhe pse kemi hedhë perimet, kemi përzirë kur i kemi kaluar në enë, përsëri do bëj përzierjen. Më mirë do jetë. Tash i kalojna në për kavanosa. Kavanosat i kam lorë dhe i kam sterilizuar në furrë të nxehtë, 150 gradë për 15 minuta. Tash kështu, marr një të tillë si kjo, shumë lehtë do e kem që punoj me të dhe e kaloj masën. Në fillim i kaloj perimet, në fund do ju hedhi dhe nga lëngu. Patjetër që lëngu duhet të kaloj mbi perime, që mos prishen. Kështu kur kanë lëng, nuk u prishen. Shtypim pak. Mjaftu shumë duhem gjeri në gryk të bëjmë mbushje. Këtë mënyrë e mbushi gjithë kavanoset. Kam mbushur kavanosat, gjithsej nga ajo mos kam fitu 4 kavanosa nga 720 ml. Tash ja kaloj lëngun e ngelur në enë. Mundohem që lëngu të arrijë pothuaj deri në gryk. Këtë mënyrë shumë mirë do ruhen, nuk do vendose mirë turshia. Kështu, shtoj të këtë gjitha. Mjaftueshëm është. Tash marr kapak patjetër duhet të jenë të ri, asesi nuk guxon që ta mbyllim me kapak të vjetër. 3 herë sjellim kapakun nga ana e fundit dhe një herë nga ana nga përkutën visat dhe e mbyllim shumë rrallë. Mënyrë të njëjtë vazhdojmë atutje me gjithë kavanosat.
Pasi ka mbyllur kavanosat, marr dhe I vendosi në një tenxhere. Shtoj ujë në tenxhere derisa të bëhet më shumë se gjysma e kavanosit mbyllohet me ujë. Tenxherën tash do e vendosi në zjarr. Tash tenxherën e kam vendosur në zjarr dhe në temperaturë mesatare do e zi kështu kavanosat rreth 25 minuta derisa kapakt fillojnë që të fryhen mirë. Kavanosave ju kanë fryrë kapakt, janë zier për 25 minuta, tash tenxherja është gati të largohet nga zjarri. Tash tenxherën kështu e lojmë në kuzhinë dikon për 12 orë që të ftohet uji dhe kavanosat. Kavanosat kanë qëndruar dikon rreth 12 orë kështu tek uji në tenxhere. Është ftohur uji, është ftohur masa në kavanos, kapakt nuk janë të fryer, kjo do me thënë se janë mbyllur mirë hermetikisht. Tash I largojna nga tenxherja, kështu. Dhe direkt unë do I dërgoj në podrum ose mund t'i leni në frigorifer ku është fllatë. Mund të rnojmë deri në 2 vite, kështu qofse I ruajmë në vend të freskët. Kjo është mënyra më të radhshura se si përgatis unë ruska sallat, një tushi e cila do të na shoqërojë gjatë gjithdimit. Besoj se ju ka pëlqyer, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Ju lutem këtë recetë të shpërndani me miqët tuaj, mirëbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.